Përdorni sodën e bukës në këtë mënyrë. 10 probleme shëndetësore që largohen. Soda e bukës, e njohur gjithashtu si bikarbonat natriumi, është një nga përbërësit më të thjeshtë dhe të gjithanshëm që mund të gjeni në kuzhinën tuaj. Përveç përdorimit në gatim dhe pjekje, soda e bukës ka një numër të madh përfitime shëndetësore që shpesh injorohen nga shumë njerëz. Në këtë artikull do të eksplorojmë mënyrat më efektive për të përdorur sodën e bukës dhe si ajo mund të ndihmojë në largimin e 10 problemeve kryesore shëndetësore. Çfarë është soda e bukës dhe si funksionon? Soda e bukës është një krip natriumi e lehtë alkalike që ka një numër të madh përdorimesh. Kur përzihet me ujë ose me lëngje të tjera acidike, ajo shkakton një reakcion kimik që prodhon dioksid karboni. Ky reakcion është arsyeja pse buka fryhet në furrë, por efektet e saj shtrihen shumë përtej kuzhinës. Në trupin e njeriut, soda e bukës ndihmon në balancimin e pes së trupit, neutralizimin e aciditetit dhe largimin e toksinave. Një nga arsyet kryesore përse soda e bukës është e dobishme është aftësia e saj për të neutralizuar acide që shkaktojnë inflamacion, djegje të stomakut dhe probleme të tjera gastrointestinale. Përdorimi i rregull dhe i mençur i sodës së bukës mund të ketë efekt të drejtpërdrejtë në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm. 1. Largon djegjen e stomakut dhe refluksin acid. Një nga problemet më të zakonshme të tretjes është aciditeti i stomakut. Djegja e stomakut dhe refluksi acid ndodhin kur acidi i stomakut ngjitet drejt ezofagut, duke shkaktuar ndjesinë e djegjes dhe dhimbje në kraharor. Soda e bukës është një neutralizues i fuqishëm i acidit. Si ta përdorni? Përziheni lugë çaji sodë buke në një gotë me ujë të ftohtë dhe pini ngadalë. Kjo përzierje mund të neutralizojë aciditetin dhe të largojë djegjen e stomakut në disa minuta. Megjithatë, nuk rekomandohet përdorimi i tepruar, pasi konsumimi i tepërt mund të shkaktojë probleme me natriumin dhe metabolizmin e trupit. Përfitimet e shkencës. Studime kanë treguar se bikarbonati i natriumit mund të neutralizojë acidin gastrik dhe të reduktojë simptomat e refluksit, duke ofruar lehtësim të menjëhershëm dhe efekt afatshkurtër. 2. Trajton infeksionet e urinës. Infeksionet urinare janë një problem shumë i zakonshëm, sidomos tek gratë. Një nga mënyrat më të thjeshta për të ndihmuar në trajtimin e tyre është përdorimi i sodës së bukës për të alkalizuar urinë. Një ambient më alkalik bën që bakteret të kenë më pak gjasa të shumohen dhe të shkaktojnë inflamacion. Si ta përdorni? Përziheni një lugë çaji sodë buke në një gotë me ujë dhe pini këtë përzierje 1-2 herë në ditë gjatë episodit të infeksionit. Kjo nuk zëvendëson trajtimin mjekësor, por mund të ofrojë lehtësim të ndjeshëm dhe të reduktojë ndjesinë e djegjes gjatë urinimit. Kujdes, nëse simptomat vazhdojnë më shumë se 2 ditë, duhet patjetër të konsultoheni me mjekun. 3. Përmirëson performancën fizike dhe zvogëlon lodhjen. Soda e bukës mund të ketë efekt pozitiv tek atletët dhe personat aktiv fizikisht. Kur ushtroni, muskujt prodhojnë acid laktik, i cili shkakton lodhje dhe dhimbje. Bikarbonati i natriumit vepron si një tampon ndaj këtij acidi, duke ndihmuar muskujt të funksionojnë më gjatë dhe më mirë. Si ta përdorni? Disa studiues sugjerojnë të konsumoni një përzierje të ujit me lugë çaji sodë buke 1-2 orë para ushtrimit të rënd fizik. Kjo mund të ndihmojë në përmirësimin e performancës dhe uljen e ndjesisë së lodhjes. Vërejtje. Përdorimi i tepruar mund të shkaktojë dhimbje stomaku ose diarea, ndaj duhet të përdoret me kujdes. 4. Trajton infeksionet e fytit dhe gojës. Soda e bukës është një antiseptik natyral dhe mund të përdoret si larës i gojës për të luftuar bakteret që shkaktojnë infeksionet të fytit dhe erë të keqe të gojës. Ajo ndihmon gjithashtu në balancimin e pesë së gojës dhe në parandalimin e kariesit. Si ta përdorni? Përziheni lugë çaji sodë buke në një gotë ujë të ngrohtë dhe përdoreni si larës për gojën 1-2 herë në ditë. Përveç lehtësimit të dhimbjeve të fytit, kjo metodë mund të ndihmojë në pastrimin e gojës dhe në parandalimin e plakjes së dhëmbëve. 5. Ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Ndërsa përdorimi kryesor i sodës së bukës lidhet me sistemin tretës, disa studime sugjerojnë se ajo mund të ketë efekt të vogël në uljen e tensionit të gjakut. Soda e bukës ndihmon trupin të ruajë një pH të balancuar, gjë që mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin kardiovaskular. Si ta përdorni? Një gotë ujë me një qerek lugë çaji sodë buke disa herë në javë mund të ndihmojë në ruajtjen e ekuilibrit natyral të trupit. Kjo metodë nuk zëvendëson trajtimin mjekësor për hipertensionin, por mund të shërbejë si një ndihmë suplementare. 6. Lufton urën dhe ndihmon në tretje. Soda e bukës është një nga mënyrat më të thjeshta për të luftuar gazrat dhe urën.
Ajo neutralizon acidin në stomak dhe ndihmon në tretjen e ushqimit më shpejt. Shumë persona që vuajnë nga fryrja pas vakteve mund të përfitojnë nga një lugë çaji sodë buke e tretur në një gotë ujë. Si ta përdorni? Pini një gotë ujë me lugë çaji sodë buke pas një vakti të rënd ose kur ndjeni fryrje. Kjo metodë redukton ndjesinë e sikletit dhe përmirëson funksionin e sistemit tretës. 7. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu në kujdesin e lëkurës. Ajo ka aftësi të lehta antiseptike dhe eksfoliante që largojnë qelizat e vdekura dhe ndihmojnë në trajtimin e akneve dhe irritimeve të lëkurës. Si ta përdorni? Përzjeni një lugë çaji sodë buke me pak ujë për të krijuar një pastë dhe aplikojeni mbi zonat problematike të fytyrës ose trupit. Lëreni për disa minuta dhe shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Kjo metodë ndihmon në largimin e papastërtive dhe qelizave të vdekura, duke lënë lëkurën të pastër dhe të butë. Pas pjesës së parë ku trajtuam 7 nga 10 përfitimet kryesore të sodës së bukës. Në këtë pjesë do të fokusoheni te 3 përfitimet e fundit dhe mënyrat më të sigurta për ta përdorur atë në jetën e përditshme. 8. Ndihmon në parandalimin e infeksioneve fungale. Infeksionet fungale, si ato të thonive dhe lëkurës, janë të zakonshme dhe shpesh të vështira për t'u trajtuar. Soda e bukës ka veti antifungale dhe antiseptike që mund të ndihmojnë në frenimin e rritjes së mykut. Si ta përdorni? Për infeksionet e thonive ose lëkurës, përzjeni disa lugë çaji sodë buke me ujë të ngrohtë për të krijuar një tretësirë. Zhytni zonën e prekur për 10-15 minuta çdo ditë. Kjo metodë ndihmon në uljen e kruarjes dhe parandalon përhapjen e infeksionit. Këshilla shtesë. Sigurohuni që zona e prekur të jetë gjithmonë e thatë pas përdorimit, pasi myku zhvillohet më shpejt në lagështi. 9. Lehtëson dhimbjet e muskujve dhe nyjeve. Përveç përmirësimit të performancës fizike, soda e bukës mund të ndihmojë edhe në uljen e dhimbjeve të muskujve dhe nyjeve të shkaktuara nga inflamacioni ose stres fizik. Neutralizimi i acidit në trup ndihmon në reduktimin e ndjesisë së lodhjes dhe dhimbjes. Si ta përdorni? Disa persona përgatitin banja relaksuese me ujë të ngrohtë dhe disa lugë çaji sodë buke. Zhytja për 15-20 minuta mund të lehtësojë dhimbjen e muskujve, të qetësojë inflamacionin dhe të përmirësojë qarkullimin e gjakut në zonat e prekur. Vërejtje. Banjat me sodë nuk rekomandohen për persona me lëkurë shumë të ndjeshme ose plagë të hapura, pasi mund të shkaktojnë irritim. 10. Përmirëson funksionin renal dhe detoksifikimin. Një nga përfitimet më pak të njohura të sodës së bukës lidhet me shëndetin e veshkave. Soda e bukës ndihmon trupin të ruajë një mjedis alkalik, gjë që mund të reduktojë rrezikun e krijimit të gurve në veshka dhe të mbështesë detoksifikimin natyral të trupit. Si ta përdorni? Përdorimi moderuar i sodës së bukës në ujë gjatë javës mund të ndihmojë në uljen e aciditetit në trup. Një gotë ujë me lugë çaji sodë buke disa herë në javë është e mjaftueshme për të mbështetur funksionin renal dhe për të përmirësuar ndjeshëm balancën e pes. Kujdes. Personat me probleme të rënda të veshkave ose tension të lartë duhet të konsultohen me mjekun para përdorimit të sodës së bukës, pasi natriumi i saj mund të ndikojë në metabolizmin e kripës. Këshilla të përgjithshme për përdorimin e sodës së bukës. Për të maksimizuar përfitimet dhe për të shmangur efektet e padëshiruara, ndiqni këto udhëzime. Mos e teproni. Konsumi i tepërt mund të shkaktojë dhimbje stomaku, diare ose çrregullime elektrolitike. Lugë çaji në një gotë ujë për shumicën e përdorimeve është i mjaftueshëm. Konsultohuni me mjekun, sidomos për personat me sëmundje kronike të veshkave, hipertension ose probleme të tjera metabolike. Kombinoni me stil jetese të shëndetshëm. Ushqyerja e balancuar dhe aktiviteti fizik do të forcojnë efektet e sodës së bukës. Ruajeni në vend të thatë dhe të freskët. Soda e bukës humbet efektin e saj nëse është e lagësht ose ekspozuar gjatë. Mos e përdorni gjatë shtatzënisë pa këshill mjekësore. Megjithse është e sigurt për shumicën e njerëzve, gjithmonë është më mirë të merrni aprovimin e mjekut për përdorim të rregullt. Përfundim. Soda e bukës nuk është thjesht një përbërës i zakonshëm kuzhine. Ajo është një mjet natyral dhe i fuqishëm për të mbështetur shëndetin tuaj. Nga lehtësimi i djegjes së stomakut dhe refluksit acid, tek përmirësimi i funksionit renal dhe reduktimi i dhimbjeve të muskujve. Kjo krip natriumi ka potencialin të trajtojë një gamë të gjerë probleme shëndetësore në mënyrë natyrale dhe të thjeshtë. Duke ndjekur këshillat e përdorimit të sigurt, ju mund të shfrytëzoni të gjitha përfitimet e saj, duke e bërë sodën e bukës një aleat të vërtetë për shëndetin tuaj të përditshëm. Udhëzues praktik.
Si të përdorni sodën e bukës për 10 probleme shëndetësore. 1. Lehtësimi i djegjes së stomakut dhe refluksit acid. Përbërësit. Lug çaji sodë buke. 1 gotë ujë të ftohtë. Udhëzime. Përzieni sodën e bukës në ujë. Pini ngadalë para ose pas vakteve të rënda. Efekti i lehtësimit ndodh brenda pak minutash. Këshilla. Nuk duhet përdorur më shumë se 1 herë në ditë pa këshillën e mjekut. 2. Trajtimi i infeksioneve urinare. Përbërësit. 1 lugë çaji sodë buke. 1 gotë ujë. Udhëzime. Përzieni sodën me ujë dhe pini 1-2 herë në ditë. Ndihmon në alkalizimin e urinës dhe redukton ndjesinë e djegjes. Kujdes, nëse simptomat vazhdojnë, kontaktoni mjekun. 3. Përmirësimi i performancës fizike. Përbërësit. Lugë çaji sodë buke. 1 gotë ujë. Udhëzime. Pini përzierje 1-2 orë para aktivitetit fizik të rëndë. Ndihmon muskujt të funksionojnë më gjatë dhe redukton lodhjen. Vërejtje. Mos e teproni, përdorimi i tepërt mund të shkaktojë shqetësime stomaku. 4. Infeksionet e gojës dhe fytit. Përbërësit. Lugë çaji sodë buke. 1 gotë ujë të ngrohtë. Udhëzime. Përdoreni silarës goje 1-2 herë në ditë. Ndihmon në reduktimin e baktereve dhe parandalon erën e keqe të gojës. 5. Përmirësimi i tensionit të lartë të gjakut. Përbërësit. Lugë çaji sodë buke. 1 gotë ujë. Udhëzime. Konsumoni disa herë në javë për të mbështetur balancën e pes. Nuk zëvendëson trajtimin mjekësor për hipertensionin. 6. Lufta kundër gazrave dhe urës. Përbërësit. Lugë çaji sodë buke. 1 gotë ujë. Udhëzime. Pini pas vakteve të rënda ose kur ndjeni fryrje. Ndihmon në tretjen e ushqimit dhe ul ndjesinë e sikletit. 7. Përmirësimi i shëndetit të lëkurës. Përbërësit. 1 lugë çaji sodë buke. Pak ujë për të krijuar pastë. Udhëzime. Aplikojeni pastë mbi zonat me akne ose irritime. Lëreni 5-10 minuta dhe shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Përsëriteni 1-2 herë në javë për rezultate më të mira. 8. Parandalimi i infeksioneve fungale. Përbërësit. Disa lugë çaji sodë buke. Ujë të ngrohtë. Udhëzime. Zhytni zonën e prekur 10-15 minuta çdo ditë. Sigurohuni që zona të thahet pas përdorimit. 9. Lehtësimi i dhimbjeve të muskujve dhe nyjeve. Përbërësit. 2-3 lugë çaji sodë buke. Banjo me ujë të ngrohtë. Udhëzime. Zhytuni për 15-20 minuta. Banja ndihmon në qetësimin e muskujve dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Përmirësimi i funksionit renal dhe detoksifikimi. Përbërësit. Lugë çaji sodë buke. 1 gotë ujë. Udhëzime. Pini disa herë në javë për të mbështetur funksionin renal. Mbani një përdorim të moderuar për të shmangur efektet e padëshiruara. Përdorni gjithmonë sodën e bukës në mënyrë të moderuar. Konsultohuni me mjekun për gjendje kronike. Kombinoni me stil jetese të shëndetshëm për rezultate optimale.